nuk ka pozitë shtetënore në Republikën e Kosovës që sot nuk e ka nërkomandë zoti Kurti. Vërtet është se duke i qysh në përfundim procesit zgjedhor, po flasim në fund vitin e kaluar, është pa se nuk ka një vullnet për një marrëveshje të gjon ku do ta përfshinte edhe emrin e presidentit. Për shkak se mandati i presidentit nuk është qartë se kur do të përfundon. Dhe vetë forma qyshe i njëroj opozitën me formimin e qeverisë, me procedurat e përshpejtuar në ato amandamentimet e ligjeve, u pa se nuk do të ketë një bashkëpunim mes opozitës dhe pozitës, në këtë rast, më thonë vetë zotit Kurti, për zgjedhjen e presidentit. As më tepër kur e eliminoi pothuajse figurën kryesore që ishte Vjosa Osmani. Pra unë mendoj që ishte një plan dhe në detalj, por që ideja e zotit Kurti ishte kujt i hudhët fajt, më thonë kush do të jetë përgjegjës pse po shkojmë në zgjedhje. Nëse zgaboj, dhe më thonë edhe në këtë studio Aleanca ka bo me dije që veni ka me shku në zgjedhje. Prap. Ka qenë Ramush Haradinaj i cili ishte insistus që maksimumi fillimi qershorit do të jetë data zgjedhje. Kjo është se ka shumë elemente, dhe më thonë që te i sheh. Edhe vetë kur i ka pru paketën e ligjeve, sidomos këto javë të funit është pa se kjo ka qysh me thonë një nguti, me i miratu këto ligje dhe me i zbatu si qeverin detyrë tash pej këtyne 28 orëve. Në më thonë, ka ligjes që kanë pushu në arkivat qeverisë me vite, sidomos fondi sigurimit shëndetësor, byroja që po quhet tash, dhe më thonë, erdhë me procedurë përshpejtuar, është prolongu 5 vjetë më herët. Dhe më thonë, pse është ka që nxitemi shpejt? Pastaj ishin kopja e bordit AKP-s, ishte agjencia akreditimit, po ashtu dhe me thonë ishte në procedurë përshpejtuar, emrimi gjyqtarëve ishte në procedurë përshpejtuar, pa një analizë, pa një konkurs në mirëfillt. E di që dështoj emrimi gjyqtarëve, por pse ishte ky nxitim? Dhe me thonë, gjithçka dije që veni po shkon zgjedhje. Dhe po ashtu në ditët e funit, vend që i zoti Kurti të merrej me negociata dhe ta krijonte numrin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit, ajo zgjodhi Spanjën. Dhe thonë me kalu ditë në Spanjë, në kohën kur TikTok i funit veç po vendet të... Edhe këtë ju e shenit si mungesë e seriozitetit dhe mungesë e vullnetit për me gjetë zgjidhje? Janë dy forma, ja se kjo e ka mendu që zgjedhjet janë zgjidhje, ose e ka injoru faktin dhe u koni bindun që do të nënshtronë opozitën, gjatë që nuk ndodhi, dhe do të arrijnë që edhe opozitën e funit, të cilën akoma nuk e ka kap, në thonë pozitën e presidentit, edhe përfundimisht këmë u kthy një autokrat në Republikën e Kosovës. Sepse nuk ka pozitë shtetënore në Republikën e Kosovës që sot nuk e ka nërkomandë zoti Kurti. Ishte posti i presidentit, që dikuj nuk i do këtë ndoshta i rëndësishëm, po është tepër i rëndësishëm, që dhe mos për shembull te ushtrie, policie, OKI, ligjet, gjykatës, KQZ, gjitha këto institucione janë varnë direkt, diplomacia, pastaj, në thonë janë për nënshkrimit presidentit. Dhe jo rastësisht ky e kërkonte një president kukull, të cilin kish me pas në komandë, dhe tash kjo shpreha e famshme, hajde ta zgjedhim edhe karate, se s'ka rëndësi. Për këtë arsye nuk jemi bo pjesë e këtij skenari.